Përshëndetje, unë jam Petër Reqisa, ndryshe njoftën edhe si Petlla. Sot jam në një intervistë në Radio Urban FM 103.5, ku do të përgjigjem me njoft qytetarët ma mirë edhe këta që nuk më njohin. Petër Reqisa, çka të lidh ty me Prishtinën? Gjithçka, krejt jeta, do me thonë prej ditës kur kam linë deri sot, vetëm në periudhë kohore që s'kam qenë në Prishtinë është gjatë kohës së luftës, kam qenë 12 vjeçar, ndërsa pjesa tjetër e jetës e kam kaluar gjithmonë në Prishtinë, me punë, me aktivitete, me gjithçka tjetër e kom bo në Prishtinë. Pse po hynë në garë për asambleje? Jam të hy për herë të dytë, të kandidu për herë të dytë, e kam kry një mandat. Mandatin e parë kër kom kandidu nuk kom qenë shumë i sigurt, kom qenë kogja në 2 mene, kom su shumë prej mandatit parë, mendoj që më i me japë shumë në mandatin e dytë, pas parasysh që kësa here kena me pas edhe kryetarin jo me qenë sikur mandatin e parë opozit. Pyetja e tretë, në cilat 5 drejtime do të jepje kontributin tënd edhe pse pikërisht ato? Përvoja në mandatin e kalum kam su shumë, jam i fokusum realisht në 3 fusha, është gastronomia, prej ku edhe vi e kam kalu një pjesë të madhe dhe kam një eksperiencë tepër të madhe, kultura dhe shfrytëzimi i hapësirave publike për komunitetin kulturor aty ku më fokusu shumë, edhe treta është një të cilat unë i quaj gojle, është brendimi i qytetit. Prishtina është qyteti vetëm në Evropë, nështë mundemi me thonë që nuk ka brend të vetin. Ne kena vesh një logo edhe kur gjë tjetër hiq, edhe ato se kena vektor, herë diku një bën dizajnerave, herë nuk ju bën, po do me thonë këto 3 i kam kryesore, nuk është që tjera tema ku me i lon anash, ku mu përkushtu në tjerat që që përkushtu në mandatin e kalum. A mendon që roli yt ka me vlet për të ardhmen e Prishtinës? Fakti që po kandidoj për herë të dytë, besoj se po, kam dhënë kontribut në mandatin e parë, të e pas parasysh që kam qenë edhe asamblesë i opozitës, që e ki shumë të shtirë, tash po besoj që kam dhënë shumë kontribut për qytetin edhe për njerëz të këtij qytetit, se kam qenë asamblesë i opozitës. Pse me të votu ty? Me lon pak modestin anash, pse më votu mu, këtë përgjigje mund edhe mas mirë ti me edhon, ndoshta personat që më kanë kontaktu më rrëna këtyne 4 viteve, qytetarë që s'kanë mujtë me mërit të një drejtori, të një halli tyne, ku përmes me e kanë mëri me kry shumë punë, nuk ka pas asë një qytetarë të cilit nuk ja kom qelë telefonin apo nuk i kom këty përgjigje, sen që ka me ndodhë prap në mandatin e dytë, pa morë parasysh a është votu si jemi apo jo, a është votu si hajrës apo jo, se cili qytetar ka me pas derën e hapur. Po nëse zgjedhës shka pastaj, nëse nuk zgjedhëm ku me vazhdu me jetu prap në Prishtinë, në qytetin ku jam lind edhe jam rrit, kom kontribu para se me u zgjedh asamblesë, kom e qenë shumë falemderues për një mandat ku kom mësu shumë, edhe kom mësu pse është i zhvillum apo nuk është i zhvillum qyteti jonë deri në këtë pikë. Një mesazh për fund, votone Hajrullah Qekun për kryetar të Prishtinës, për shkak se Hajrullah Qeku e ka përvojën institucionale që se kanë kandidatët të tjerë, ka qenë ministër shumë i suksesshëm i kulturës, ka qenë zavendës ministër në Shqipni, është i vetmi kandidat i cili e ka shkollimin për qeverisje lokale, edhe nuk i ka 5 milion euro bërë si disa të tjerë.